për aeroport. Kur bën hidrocentral, ndodh njëjta gjë. Kontrata koncesionare nuk mund të ndryshosh aksionerin, sepse në thelb, pronari koncesionarit të shtetit nuk janë kompanitë, këto e shfrytëzojnë për X vite, që të jemi qartë nga pikpamja ligjore. Ktu ka ndodhur defaulti i parë shumë i rëndë. Pra, kjo kontratë nuk është depozituar as në QKB as në Ministrinë e Ekonomisë. Dhe i bie që, në fakt, sipas dyjas, Pacolli ka marrë me pa të drejtë, për shkak të mos deklarimin që ka bën në Ministrinë e Ekonomisë, ka marrë pa drejt 93% aksionet që realisht nuk i kanë nëse i referohemi kontratave notariale. Noteri është përfaqësuesi i shtetit, mos harrojmë ndonjëherë. Noteri nuk është një sekser të rruga që firmos çfarë do qefi ty dhe i vul sipër. Ata tipet e rrugës Kavajës. E para. Dhe këtu ka përgjegjësi e Ministrisë e Ekonomisë, që edhe nëse nuk ka marrë njoftim zyrtar, për shkak se kontratat nuk janë depozituar në QKB në ministri, kanë marrë dieni kryesisht apo jo. Pra, ne këtu në studio dimë çka ka ndodhur, nuk e di ka Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës, e cila në këtë moment duhet të reagonte dhe të kërkonte llogari koncesionarit. Çfarë po ndodh këtu? Se ky është bërë skandal publik ka 6 muaj, nuk kemi muhabet tjetër në studio. Kemi qenë nëntor. Ministria e Ekonomisë nuk ka reaguar. Dhe është ka treguar papërgjegjshmëri minimumi, papërgjegjshmëri totale, duke lënë një aset kaq madh kombëtar, të inauguruar me kaq tamtame nga Edi Rama, e ka lënë në dorë të dy aksionerëve që po zihen më fal për shprehjen si qend nëpër gjykata. Mirë, dhe kjo është shumë e rëndë. Tani vim të thelbi problemi. Avokati tha me shumë elegancë, edhe Poli era larg. Problemi themelor që ka kjo kontratë, ky koncesion, ka të bëjë me, më falë që po them kështu trosh fare, me cënimin e sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Pse? Sepse ne kemi një ligj të mirë automobilit 2024, që ta dini ju zonjë, që është rifreskuar, që quhet ligj, Strategjia e Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë, ku janë disa prioritete, islami politik, narkotrafiku, korrupsioni, dhe një nga çështjet themelore, i ngritur si shqetësim për gjithë vendet e NATO-s, është interferenca e investimeve në ndikimit ekonomik të vendeve jo miqësore ndaj Shqipërisë. Dhe, ku lind dyshimi këtu, pse është bërë çështje kjo? Çështja është sepse MAPCO ka lidhur një kontratë me një fond investimesh fantazëm që thotë zotëria, që e ka selin në Moskabojnë në Luksemburg, pronari të cilës ka kërkuar ta marrë si kolateral aeroportin, si garanci për pagimin e kredisë 100 milion euro që ka marrë MAPCO, ndërkohë që kjo kompani, edhe shumë e rëndësishme kjo, ka qenë negociatora e borxhit të jashtëm të Federatës Ruse në klubin e Parisit. Ka që gjithë historia të tjerat janë fjalë që merr kohë. Zoti Lubonja, këtu ishte thelbi asaj që kullurit donte të drejtonte të thelbi. Për ju cili është? Cili është thelbi? Nëse unë shqetësohem sigurin kombëtar të Shqipërisë. Ta shem shqetësimin e Lubonjës. Nuk jam globalist. Nuk mendoj për fshatat e Afrikës. Unë mendoj. Po mos i thosh edhe kozmopolit. Po jap ata dëgjoj. Ti je kozmopolit. Unë jam patriot, fatos. Më shqetëson. E kam në gen pak. Edhe unë për. Po jo vetëm ti. Jo, po mua ta. Po pra, okay. Po jo, nuk është ky thelbi për mua, i thash. Dakor. Cili është që ky është për ju, zoti Lubonja, tani qëndrojmë tek ju. Ku është thelbi për ju? Thelbi është ky. Që si të sqarojmë dhe popullin, se populli ne i marrim segmente. Ky ka dashur të bëjë një aeroport, Edi Rama, apo jo? Pavarësisht se për mendimin tim duhet ta bënte atje, sepse atje ka bërë protesta apo s'po hym tek ajo ekologjikët që është në një vend që shkatërrohet një zonë ambientale, një park, për mua është e rëndësishme, por megjithatë, e kalon. Ju thoni zot sikur kanë parën si po të shikoj të mbështetur. Po e lëm këtë. Kanë më shumë si zot se siguria kombëtare. Minutë. Tani, dhe ka gjetur një investitor që është Pacolli. Por këtyre, se këtu s'po përmendet një kryesore, këtyre i duhej edhe një njeri që, edhe një kompani që t'jetë eksperte, që t'ketë aftësi, që të menaxhojë një aeroport njërin tjetrin. Dhe për këtë kanë gjetur një kompani turke. Dhe, siç e di unë, kjo kompania turke ka pas 40%, Pacolli ka pas sa i bie, dhe 2% ka pas këto. Tani, pa përfillshme kjo 2%. Tani, cili është problemi im i parë? Marë një turk që thotë kështu, dhe këtë turku, çuditërisht, ashtu si ai turku i tunelit, ikën ky, e shet atë, dhe merr $3 milion. Do më thënë, ai thjesht futi emrin aty, doli prej aty, dhe mori $3 milion. Kush është ai që fut emrin, nxirr emrin, $3 milion, apo jo? Një.
me që është punën Spakut, që thej që mund të gjoj Spaku, mund të jetoj dhe këto. Ashtë kështu apo jo, se unë që di. Ama se kthehemi prapë te Spaku po mbaroj. Pra, E dyta. mori $3 milion. Tani, si pas informave që kam unë, që jam interesuar, Pacolli ka bërë një marrëveshje se që t'ja japin Pacollit, këta që japin dhe tunelet, japin dhe këto, duhet bëj një manovër që ky turku që do ikte, do t'ja linte dikujt atë 20%. Që a i dikujt, si pas disa informacioneve që duen hetuar, mua më rezulton që janë njerëzit e Belinda Ballukut, mbrapa, që do ta merrnin atë. Dhe ç'a ndodh? Të cilët janë të lidhur me këtë kompaninë, me këtë 2%, me këtë të këtij avokatit. Ashtu. Tani ç'a ndodh? Pacolli, këtë duhet ta sqaroj Pacolli, duket si qëndron kësaj marrëveshje, thot, pse t'ja japun këtyre, thot. Këtë. Unë e marrë, thot, edhe, sepse i duhet dhe të pagoj turku. Se për të paguar turkun, duhet të pagun të Pacolli. Edhe Pacolli pagoj turkun me marrëveshjen që mund t'ja u kthen të këtyre, dhe nuk ja u ktheu këtyre. Prish marrëveshja me Belindën. Prishi marrëveshjen me Belindën, po e themi. Po e thjeshtojmë për popullin. Prishi marrëveshjen me Belindën. Në momentin që prishi marrëveshjen me Belindën, filluan pengesat për Pacollin. Filloi sulmi për Pacollin, me gjykata me njërën me tjetrën. A i tani pretendon që shiko se unë kam 98 dhe më kanë penguar, se me letra i ka a i, tash se sa të rregullta janë ato letrat, nuk di të them, po do më thënë, a i pagoj turkun dhe mori 20%, po s'ja u dha këtyre, dhe këtu tani kemi të bëjmë me një çështje korrupsioni përsëri. Do më thënë, duhet hetuar pse turku hyrje doli dhe mori 3 milion, dhe pse Pacolli, si ka hyrë Pacolli, se dhe Pacolli ka hyrë pa tentra. A i ka hyrë sepse e zgjodhja Edi Rama. E zgjodhja i sepse me Pacollin dha dhe Divjakën, se janë këta që... Pagari bërë gjitha. Pagari bërë, në Alabarin, pagari bërë. Si Alabari, e futi. Tani këtu dhe të hetuar se qarë bëhet dhe të shikohet, jo vetëm 3 milion shqit turkut, po qa është kjo Okej, Denata shkurt, lutem një komenti. Vetëm kam një problem se tani të këto çështja u diskutua dhe u fol gjatë. Mua vetëm shqetëson fakti që çdo investim strategjik në Shqipëri, që do duhet ishte në shërbim turizmit shqiptarëve, të shoqërisë, nuk e di pse përbëhet një problem, kthehet një problem, jo vetëm që s'përfundon, sa aty thotë është për të përfunduar, ne kemi parë që është në ujë. Do me thënë, ne nuk kemi dot investitor të huaj, sepse